Por nga ana tjetër, sa do e brish qoftë drejtësia, nuk mund të ndikoj duke te kalu autoritetin kombëtar. Dhe retorika opozitës, ju mendoni që ta bëjmë debat pra sepse ka një ju mendoni debat, por retorika opozitës është kjo. Kur gjykohet Ilir Berisha, themi që drejtësia nuk është argumenti dhe fakti që Ilir s'pa ka për Ilir Metën. Dini unë e njihi dosin e Metës ju? Se unë e njoh. Cili është fakti që Ilir Meta mbahet burg? Cili është fakti për Sali Berishin që sot? Po pra procedural, jeni jurist, ju jam i konsultuar me jurist dhe mendimi juridik është që vendimi kolegjial i dhënë nga Këshilli i Ministrave nuk është precedent për të arrestuar. Po këta e donin në burg patjetër Sali Berishin për të fshehur gjithë pisklikun dhe dhumin që bën. E dini ju që të kaloje vettingu në zonja atje në vetting do e paguaje 500 euro ta ulan balla. E dini ju që prokurori që u vra, si? Po kjo është rekomandasi. Sepse Altin Dumani përgjoj prokurorët e SPAK. Ti po mbron çfarë mbron tani të mbrojtës. Jo. I thoi reformës drejtësisë që është bullshit. Thuaj që është një paçavure. Sepse Altin Dumani për interesin e vet përgjoj antarët e gjykatës kushtetuese. Ti je një anshëm. Unë jam i vërtet më i zonë, jam i vërtet, sepse ja te kam këtu dosjen Belinda Balluku, nuk preket Sali Berisha me vendim kolegjial, preket Ilir Meta pa fakte. Ja pra kjo është si ata leta vërtet ta gjej fakte. Ku e kanë? Selektive. Juridik ka fakt juridik. Zonjë po ta them. Se nuk arrestohet Entela Çana, e cila mori zonjë. 20 lekë dhe po ja tregon publikut. Po jo më është fakt më zonjë, është fakt, unë bin ty. Po sepse ata nuk veprojnë pra, sepse ata merren, e di kë kanë vetëm Sky-n ECC mbahen ata si trofeun e madh. Që Sky-n ECC zbuluan ata, po zbuluan të tjerë. Dhe Sky ECC dorëzoi gjykatë kushtetuese dhe Altin Dumani përgjoj. Unë nuk jam njansh, jam i vërtet. Ai përgjoj antarët gjykatës kushtetuese. Ta dëgjoni nga Arsedën. Almer, jo respekt për vajzat. Je i një anshëm. Pra po jam i një anshëm, se jam i vërtet. Sepse ti do bësh retorik. Nuk bësh deputete post që je i vërtet, do përfundosh Zegjineja, ma dëgjoj ta them këshill. Qëndroj e vërtet. Atë mos e ke me rakun ti, atë mos e ke me rakun. Jo pra, sepse ja ta them pra faktin dokumentin. Nuk përfundoj unë, atë e vlerëson publiku, atë e vlerëson qytetarët dhe jo ti që vjen bën politik nëpërmjet gazetarisë. Unë të bëj politik, unë e di ola se çfarë thon opozita. Unë mendoj opozitë që ka kontrolluar Belinda Balluku. Po të flas po jam i vërtet sepse unë jam këtu zëri me qetësi. Me qetësi ta dëgjojmë lart. Zonja këtu. Po më skemi ardhur buka konfoni tani këtu. Po jo pra të qëndroj vërtet në retorik, se nuk të lejohesh. Ideja është këtu që e para modeli Zegjinesë nuk është se ka asnjë gjë të keqe në këtë mes, sepse ka vënë shumë njerëz. Po prit duro në zotërit, më duro. Mos e kthe personale se po kthe personale nuk më përballon dot pastaj. S'më përballon dot. Tani ideja është këtu që modeli Zegjinesë vetvete nuk ka asgjë jo moralisht apo jo institucionalisht të papranueshme sa i takon edhe përfaqësisë në parlament, që të jemi të qartë. Patjetër që se çfarë niveli apo disniveli intelektual përfaqëson gjithë secili, ke 35 vite që ty njerëz të cilët nuk kanë asnjë lloj formimi të përfaqësojnë në parlament. Kështu që kjo është shumë banale, mënyra se si ti referohesh si modeli asaj apo modeli atij.